Si mund ta përballim këtë histori? Mëkati duhet përballur në rreim, jo vetëm tek simptomat. Nëse Zoti ta zbulon mëkatin, mos e justifiko, mos e fshi, emërtoje dhe pendohu. Së dyti, rikthe kulturën e nderimit në familje, në kish, nderimi ndaj Zotit, ndaj fjalës së Zotit. Së treti, ndërtoj një trashëgimi shpirtërore, jo vetëm materiale, sepse ajo që lë pas nuk janë vetëm parat, nuk janë vetëm ndërtimet, ndërtesat, por shpirti është fryma. Është kultura që ti lë pas, dhe mos lejo që historia jote të bëhet profeci për brezat e ardhshëm. Ti mund ta thyesh ciklin e mallkimit. Ti mund të jesh hallka që ndërpret zinxhirin e gjatë për të krijuar një zinxhir, një lidhje, një histori, linje krejt të re, bekimesh në Zotin. Dhe vëllezër dhe motra, historia e Kamit është shumë e rëndë, por nuk është fjala e fundit, sepse në histori Zoti gjithmonë ka ngritur njerëz të cilët thyen ciklet. Nga një linjë e mallkuar, Zoti nëpërmjet teje mund të krijoj një linjë të re shpenguese. Bekimi nga një histori e errët, Zoti mundes një dritë. Pyetja nuk është çfarë ke trashëguar, pyetja është çfarë do të transmetosh ti. Amen. Tregohet historia e një nëne që kishte 17 fëmijë. Emri i kësaj nëne ishte Susana Wesley. Mes këtyre 17 fëmijëve ishin 2 burra, 2 djem që u bën burra më vonë, John dhe Charles Wesley. Ata nuk u bën njerëzit e mëdhenj të një reformimi të madh të protestantizmit në Evropë, pa ndihmën e nënës së tyre, Suzanës. Çdo ditë ajo mësonte fëmijëve të saj Biblën dhe lutej për ta. Lëvizja e tyre që njihet në histori si lëvizja metodiste ndikoi miliona njerëz dhe transformoi Anglinë dhe Afrikën, edhe Amerikën. Dhe gjithçka filloi me një nën që lutej në shtëpi. Pra ndërtoni altarët e lutjes në shtëpinë tuaj. Pali të rreq vëmendjen tonë kur i shkruan Timoteu dhe i kujton gjyshen dhe nënën e tij, Euniken dhe Loisën. Besimi yt, i thot Timoteut, banoi më parë tek gjyshja jote dhe tek mamaja jote. Ktu shikojmë fuqinë e trashëgimisë shpirtërore në jetën e Timoteut të ri. Ndaj vëllezër dhe motra, këtë histori mund ta vazhdojmë pafund, por në fund, në mbyllje, unë dua t'ju lë me një citim nga Billy Graham, një ungjilltarët më të mëdhenj të shekullit 20 dhe një varg nga Josueu, fundi i historisë së tij. Billy Graham i predikoi miliona dhe miliona dhe miliona njerëzve. Në fund ai tha: "Ungjilli që unë predikoj në stadiume duhet jetë i vërtet edhe në shtëpinë time. Sepse nëse nuk është i vërtet ky ungjill tek fëmijët e mi, familjen time, atëherë un kam humbur vijimin e hallkave të tjera në zinxhirin e historisë së pasardhjes time, që do të jenë popull të tërë."